luks të kësaj kohe se kanë pasur, jo që ata kanë të kohë. Pas gjysmën tonë se kanë pasur këtë luks. Nuk ky luks I kësaj është I veçantë me kërku. Por shikuar me standarda se kohe kishte varfri. Por kishte njerëz të pasur. Por me kredit ishin të pasur. Shumica e banorëve të Mekës kanë qenë të pasur, sipas asaj që përshruhet, ose kanë bërë tregti. Dhe Mekja ishte vend takimi shumë kulturave, civilizimeve, njerëz nga gjithë bota. Dhe kurreshtë e Mekës kishin aty mundësinë që edhe të njoftohen me tregtar të mëdhenj, edhe të bëjnë lidhje të biznesit, por edhe të shesin gjëra që realisht aty njerëz blenin. E kjo I bënte të pasur. Në Medinë ishte e pasur me hurme, që në atë kohë ishte pasuri. Pra në Medinë gjeti njerëz. Patjetër, po ishte të pasur. Si jo, ka pasur njerëz të pasur, ka pasur njerëz të varfër. Po. Por normalisht varfria së kohe dallon nga varfria së kohe. Dhe pasuria së kohe dallon nga pasuria së kohe. Po ka pas. Për shemb para mëna Ebu Dahda. Po. Ebu Dahda është një nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe në atë kohë një trup I hurmës ishte shumë I shtrajt. Ishte pasuria kryesore. Mund të themi ndoshta te kalon edhe ari, sa atë kohë nuk kishte ari shumë. Andaj hurmja, sa vazhdimisht I pte fryte, ishte një pasuri bagje e madhe. Dhe ai kishte kopsht. Kishte pasuri. Në një rast, ndodhi një problem dhe kërkoi një farë kontributi të caktuar, sikur se ka hadith, dhe Allahu xhallahu ala tha: "Men dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan, fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira." Kush I jep Allahut borx? Realisht subhanallahu, Allahu xhallahu ala të pasurve po ofron që japni fukarave, ndihmoni nevojlive dhe unë ju kam borx më u kthjevën. Subhanallahu. Allah se të bësh kërkujt, po me të stimulushi nuk jetë pa të kompenzu, nuk jetë pa të shumë fishua, po kupton? Dhe po garanton fe yudha'ifahu lahu ad'afan kathira, që Allahu t'i shton shumë fish. Veç në këtë relacion funksionon kamata. Ti je pak ta kthen Allahu shumë fish borxhin. Veç kur borxlik I Allahu xhala xhelaluhu. Nëse po kushtimisht mund të themi kam optan. Dhe ai tha: "Ja Rasulullah, Rabbuna yuqriduna, Zoti jon po kërkon borx për neve?" Ishte pyetën I fukara atë. Do të pyesë çdo kush. Normal, çu kjo punë. Tha po. Kjo është simbolike normalisht, Zoti s'ka nevojë për borx, por për me simbolit, ti japi këtij, ky s'ka më ta kthy, unë kam më ta kthy. Po. A ka garancë më të madhe? A pse po heziton? Edhe diet kthimi I Allah që bëhet, e diet ajo çka jap ti. Tha ja, shikoj këtë pasuri. O I dërguar I Allahut. Tha unë kam një kopsh me 600 trupa hurmesh atë. Kulluha fi sabilillah. Gjitha kofshën rrugt të Allahut azza. Pasunia kjo Allah, a disa I bën 600. E madhe. Plus asoj ne dim se pejgamberi I ndalon të ashab me dhon këtë pasurinë. Zban, nëse le familjen le kët, sikur se I tha Sadit. Nuk ky njeri kush sa ka pas tjera. Tha krejt është fi sabilillah. Nuk të Allah xhala xhala. Ne kishte njerëz pasur. Nuk kishte pasunia diçka ëndër në atë kohë, tash vjen dikush thotë, apo kallën atë kohë ka qenë stimulimi ose sabër për fokarllak. Jo, ka pasur ka 600 po edhe ka dhënë fi sabilillah. Apo ka pas Omer radhiyallahu anhu kishte një burim pos ujë, që ishte I shtrejt atë vakt, nuk është I thjesht, me dëshkëtinë. Por edhe këtë nuk të Allah xhala xhala. Në ka pasur që ka pas burime. Abdulrahman ibn Aufi thuhet për të se kishte pasuri saqë I ndai ari me sopata. Para mëna copat më të ari, ta pasuri ka pas. Thuhet për Zubair ibn Awami që kur ka vdek, kalon shumë trashëgimtar pas vete. Njëri të pyetuni karat në kalkulimet e sotshme tash kur lëm më shumë se 100.000 euro apo thon. Para mëna nat ku. Jo njërit, jo këtë pasuria, njërit për trashëgimtare. Para I kalon 20-30 trashëgimtar apo thon. Milion euro ka pas apo. Zubair ibn Awami I përzu me xhenet. Andaj ka pasur të pasur. Ama kanë qenë burra pasuni, ka qenë burra varfni. Nëse nuk I kalkon pasunia të varfni, kë më rëndësi është ta kuptojmë. Se kanë qenë të përmbajtur, të moralshëm, të edukuar, se duhet, edhe varfri. Po, të cilë ishin edhe në pasuni. Nuk u shfrenuan as I të varfur, por nuk u shfrenuan as si të pasur. Nuk e harruan njëri tjetrin, as në pasuri, sikur që ishin të lidhur në varfri.